Dash, edhe me që përmene këtë po të them, ç'a mendon ti për marrëdhëniet me jashtë, me ndërkombëtarët Rama? Unë kam mendimin tim. Jo. Rama për moshë i dështuar brenda Shqipërisë, po është i shkëlqyer me ndërkombëtarët. Malli si ta shet Rama, nuk ka drejt me ta shit politikan jashtë kufive të Shqipërisë. Aftësi politike. Sikur me qenë kryetan, mjal dem babaden 500-600 vjet, 1000 vjet. Me çit gëlqerin për djathtë. Po nuk ka shumë mjeshtër. Brenda ata që Rama me metodat e veta, me mënyrën e vet, me gjithë gjërat, pavarësisht që nuk ka metoda të dhunës, ja tash. Është i zgjuar në mënyrë se si përdor ekuilibrat, si ruan gjërat të dhunës apo të vrasjeve apo gjëra të tjera që nuk i bën. Ja, nuk e ka natyrën e tij. Dhe ka një gjë Rama po ta veshin politik, që rrallë mund ta thonë dhe mund ta kujtojnë, që të cilësi ka dhunën se mund ta kenë në një rrallë njerëz, nuk të hyn kurrë shtëpi. Ja. Nuk të hyn kurrë krevat. Mirë dorën tash. Gjoja më e ndyrë. Je dakord? Gjoja. Ta mbaroj arsëtimin. Po jo, se gjoja më e ndyrë. Lutem, ta mbaroj arsëtimin. Ja, ke të drejtë. Un kam folur vetëm një herë nga 2005 deri në 2010, kam folur vetëm për bashortën e Revelis, masi kishte spaku. Fjalët edhe kam kërku falje që po përmend bashortën, pavarësisht që është në burg, por po i referohem spakut, të dhënat spakut, jo të llafëve të rrugës apo gjërave që diun se çfarë thonë njerëzit. Sepse nga profesioni nuk më lejon, nuk më lejon ndërgjegje që unë të them emra apo gjëra të tjera kur nuk i di, kur nuk janë të vërteta. Ti do flas për parimin. Po parimin. Po jo ka ngjova tek këtu, te ngjova ti ai tha kështu, ke rrugën Elbasanit tha kështu, kështu që vllai ti kështu, motra ti kështu, gruaja ti, burri ti kështu, çuni ti kështu. Kjo nuk funksionon. O dil en badhë thuja, pa, ose kthehemi tani ti morale opozitës. Ti e di që përpara 2 javësh ka pasur një operacion shumë i madh i spakut. I arrestuar 39 doganjer. Po. Po. Për kontrabandë cigaresh? Po. E ke dëgjuar opozitën flasi? Ja. Ko është nipi? Nuk e di. Nuk e di. Dhëndri. Nuk e di more kush është. Dhëndri Kunati dhe nuk di më nuk dëgjoj. Jo më, unë nuk dëgjoj. Unë di 1 minutë, unë dikte që opozita kur do të përmend oligark, përmend Lirin dhe Dashin. Po 2 tjetër nuk përmend, 4 tjetër 5 tjetër. Jo, unë lexova Jo. Pra, këto nuk përmendin emra. Të gjithë. Se ti kur përmend oligark na fillosh nga aja deri ke zhëja. Pavarësisht që për mua nuk ka oligark. Jam dakord me këtë. Pse s'ka oligark? Sepse vetë politika ka krijuar një frym të tillë, një tarret të tillë, ato të shkretë që merren biznes janë të detyruar të mbijetojnë. Janë të detyruar të lëvizin rregullat e lojës. S'ke çfarë bën vallë. Ti më lëndër jemi, ta marrësh edhe paguaj, ç'të bësh këti? Ç'të të paguaj lenej? Paguaj lenej vogël ide që ta marrë deri tjetër shit. Edhe unë jam i këtij mendimi. Pra, unë nuk kam gjë. As me Zamirmanën, as me Çet Kastratin, as me Bashkim Ulën, as kush janë tjerë, më nuk e di, më kujton emra të tjerë, kujton atë veri, kush është më tjetër, çka kanë rrok gjoka, drejtë tjetër shitani gjithë gjëra. Pse? Për sa kohë ato nuk merren me politikë. Për sa kohë ato nuk ndikojnë në politikë. Në kuptimin që paguajnë të bëjnë gjëra të blejnë deputet apo blejnë gjëra atje, nuk na japin herë para as i politikanit. Mua jo kur jo, pasi litër naft njëri, jo dalin një të më sot i kanë dhënë litër naft, apo të tjerëve, unë them ai bën biznes ata në pjesën atë. Dhe ai do ecë përpara për biznesin, por nuk është e moralshme që ti si politikan i seleksionon. I bi Lirit me Dashin. Tani nuk ka kjo qasje, që do të thotë i ke humb moralin pasaj.